mirë mbrëma Shkodra jonë. Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Fest Folk 2025. Mirë mbrëma ardashës, miq dhe qytetar, e veçanërisht ju të rinj të këtij qyteti, që Shkodra e ka ditur të kthejë gjithmonë artin dhe kulturën në këngët e bukura të saj. Ne jemi sonte në natën e 4, është një maraton shumë e bukur që ka nisur pak kohë më parë, e kemi nisur nga Bashkia Malësie Madhe për të vijuar më pas në Fusharës, edhe në Puk, ku jemi mirëpritur jashtëzakonisht mirë nga publiku atje dhe kemi kënduar e kërcyer të gjithë së bashku. Ky është viti i dytë i organizimit të Fest Folk, kësaj iniciative të bukur, e cila erdhi në fakt për herë të parë në vitin 2024 dhe do të vazhdonte dhe gjatë vitit 2025. Është momenti të japim një duar trokitje të madhe për ideatorin e këtij koncerti fantastik, është kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër, Edmond Ndou. Ishte ideja e tij që do të sillte Fest Folkun e bukur, që do të shëtiste kështu në të gjithë qarkun e Shkodrës, e do të shkonte nga qyteti ynë në Malësinë e Madhe, e më pas në Vaudejës në Puk e Fusharës. Dhe dua të falenderoj edhe bashkinë respektive që na pret sonte. Falenderojmë Bashkinë e Shkodrës dhe kryetarin Benet Beci. Falenderit. Po gjithashtu një falenderim i veçantë për mbështetjen e vazhdueshme që japin artit, traditës dhe trashëgimisë son kulturore, si në qytetin e Shkodrës, ashtu edhe në të gjithë qarkun e Shkodrës, pasi kjo është nata e fundit e edicionit Fest Folk 2025, që ka kaluar rrugtimin e tij në të gjitha bashkitë e qarkut Shkodër. Jemi kënaqur dhe argëtuar kudo, po askund si në qytetin e Shkodrës, sepse kënga qytetare shkodrane nuk është vetëm muzikë. Ajo është mënyra jonë e të jetuarit, është elegancë, është mall, është dashni, humori, rrallë e dinjitet shpirtëror. Shkodra ka ditur gjithmonë të këndoj kaq bukur. Ka ditur thot, jargavan me boj për mall. Të thërras, hajde moj manushe, të ruaj vargjit bukura si omoj e vogla si Florini, edhe të mbaj gjalla të ndjenjë të thellë shpirtnore që ne në Shkodër e quajmë marak. Belinda, ke vënë re kudo që kemi shkuar, këngët qytetare shkodrane janë harmonizuar mjaft mirë me këngët e burimit të folklorit në bashkitë ku kemi shkuar. Shumë e vërtet. Na ka ardhur shumë mirë kur ato këngë dieshin përmendsh në mënyrën se si interpretoheshin, po ashtu edhe këngët që gjetëm në shtëpitë pritse u kënduan nga këngëtarët tanë. Pra ka qenë një miksim perfekt dhe kështu Fest Folk ka përmbushur edhe emisionin e tij duke mundësuar që kjo trashëgimi kulturore të kalohet nga brezi në brez, por duke i mësuar edhe duke i dashur këto këngë. E ne do ta nisim këtë fest madhe duke kënduar e kërcyer së bashku. Në Fest Folk sonte do të kemi surpriza të shumta, por do ta nisim me grupin e këngës qytetare shkodrane. Karajfilat që ka Shkodra, një duartrokitje për grupin, që është mjaft i njohur në Shkodër, që krijon kudo një atmosferë të mrekullueshme në skenë apo çdo aktivitet që krijohet. Kënga e parë e tyre do të jetë Mirëmbrëma, për të vijuar më pas me Sherbelo që jam e sigurt që do e këndoni të gjithë. Pasi të dëgjojmë grupin Karajfilat që ka Shkodra, do të vijojmë me një këngëtar shumë të njohur, shumë të dashur në Shkodër, por edhe më gjerë, Hajro Pepa. Jargavan me boj për mall, është kënga që ai do të këndoj për ju sonte. A jeni gati ti mirëpresim? Hajde një duar trokitje të madhe, si që ka hije shkodranve. Skena për ju artist. Rama,
qilë sakësi Dare dhe na i zbukuro Kone që qilë sakësi Dare dhe na i zbukuro Si dime, zjeme dhe si në shoh E baroza me marni Aman vera si dime, zjeme dhe si në shoh Prabe karaj Are prane gonqere vru Prabe karaj Ishte artisti mirënjohur I qytetit të Shkodrës, Hajro Pepaj. Do të vazhdojmë këtë mbrëmje të bukur me artistë të tanë, shumë të talentuar, por edhe me të ftuar të veçantë kësaj mbrëmje, të cilët na nderojnë me praninë e tyre në qytetin e Shkodrës. Po më përpara, më lejoni të falenderojmë edhe një herë organizatorët kryesor të këtij aktiviteti, duke nisur nga qarku I Shkodrës dhe kryetari Edmond Ndou. Faleminderit për këtë iniciativë të bukur dhe këtë organizim fantastik I cili vjen jo vetëm në Bashkinë e Shkodrës, por gjithashtu në Malsinë e Madhe, në Vaun e Dejës, në Pukë dhe në Fusharrës. Këshilli I Qarkut Shkodër e ka pasur këtë iniciativë që prej vitit 2024 dhe ne kemi përcjellë dhe gjatë vitit 2025. Gjithashtu duhet falenderoj shumë edhe Bashkinë e Shkodrës që na pretësonte dhe kryetarin Benet Beci. Mi jepni një duar trokitje për organizatorët e këtij koncerti fantastik sonte në Shkodër, në të cilin do të kënaqemi duke kënduar e kërcyer së bashku. Do të mirpresim një artiste e cila njihet për zërin e saj të veçantë, por gjithashtu ka edhe një karakteristik tjetër. Gjithmonë I bën njerëzit që të kërcejnë me këngët e bukura të saj. Thënte për ne do të sjell Shkodër Loce dhe Hajde Dushe. Mirpresim me duar trokitje artisten Alma Velaj. Brama Shkodra, të doja një duar trokitje shumë fort për ju. Nuk e di ajo ka rastis, qytet Shkodrës për neve e shkis. Dysjen dane Shqipëri, din me prit e me përësjet, qdo rukis e ti qyteti, ku kam pit e ku jam e ri, brenda në zemër I mojve e veti,
çdo vend ku ka me shëtit, në çdo vend ku ka me shëtit. Shkodër nose, tu s'ja t'i jeta, don shqikin e krejnare e bane, ka nga pejta e bane ca tjeta, veç ta shtojnë bukurin e tane. Shkodër nose, tu s'ja t'i jeta, don shqikin e krejnare e bane, duke sigure shto këti jeta, kure këto një kange në Shkodër nane. Hajde Shkodra kësuar! Oh! Thot kur sot i krijoj botën, një vresht është marrë me një Shkodrë, kur qa mangut mos i vejla, me ken Shkodran ta na i para, prej atë sot e gjithë jetën, sa t'ke toke, sa t'i kete qenë, je kulture, Shkodra atete, lule bore, sine pace, lule bore, sine pace. Shkodër nose, tu s'ja t'i jeta, do Shqipin e krejnare e bane, ka nga pejta e bane ca tjeta, veç ta shtojnë bukurin e tane. Shkodër nose, tu s'ja t'i jeta, do Shqipin e krejnare e bane, duke sigure shto këti jeta, kure këtonje kange në Shkodërane, duke sigure shto këti jeta, kure këtonje kange në Shkodërane. Faleminderit. Hajde. Oh! Hajde Shkodra vëqo. Hey! Hajde dushe bashkë të rimti mos velen, zemra jeme po kërkën moj, nuk do t'jiraken, vite me ty ma jem olegen. Hajde dushe bashkë të rimti mos velen, zemra jeme ma për vite me ty ma jem olegen. Oh! Hajde dushe bashkë të rrim se stiku jam, zemra jeme po kërkon moj, nuk du në tjeraten, vite me ty ma jem olegen. Hajde dushe bashkë të rrim se stiku jam, zemra jeme po kërkon moj, nuk du në tjeraten, vite me ty ma jem olegen. Hajde dushe bashkë të rrim se o të du, zemra jeme po kërkon moj, don me tu gaflu, hajde mos me le parflu. Hajde dushe bashkë të rrim se o të du, zemra jeme po kërkon moj, don me tu gaflu, hajde mos me le parflu. Faleminderit Shkodra, ju përshëndes gjithve, ju uroj gëzuar festat e fundvitit. Faleminderit. Faleminderit Alma Vela, e përcjellni me një duar trokitje artisten e mirënjohur. Faleminderit nga zemra për atmosferën që na krijove. Ku i keni duar trokitjet ju? Më entuziast, më të dashur, të mirëpresim siç duhet artistët tanë, të cilët sonte vinë në skenë me këngën qytetare shkodrane.
dhe sigurisht sjellin ritme disi më të qeta, por shumë të bukura, sepse muzika shkodrane është muzika e shpirtit ton. Më tregoni pak, kemi emigrantë që kanë ardhur nga vende të ndryshme të botës? Sa kemi? Pas kemi plot. Ju përshëndesim që të gjithë dhe mirë se erdhët në familjet tuaja. Gëzoni e festoni me ne edhe gjatë këtyre festave të bukura, ku ka më bukur se pranë familjeve e ku ka më bukur se në Shkodrën tonë. Do të vijojmë aktivitetin me një tjetër artist, të cilit do t'i shirojmë jo vetëm zërin, por edhe veshjen e bukur qytetare shkodrane. Sjell për ne sonte Hajde moj Manushe. Bëhet fjalë për artistin Leonard Guga. Dhe më pas do të ndjekim artistën e mirënjohur Rjeta Kelaj me 2 këngë të saj, Me Jelek me Barnavek dhe Hajde Ver. I mirëpresim! Të lune me shpejti Një kom sukur unë e zënova Një të lune me shpejti E në zatë smydhune ty ta qova O një manushe për kujti E në zatë smydhune ty ta qova O një manushe Hajde moj Manushe e vogëlo Unë të dusi shpirtino Hajde moj Manushe e vogëlo Të kam dashti si synino Si mua më harrove lule në duje me kujdes Masi mua më harrove lule në duje me kujdes Sa më shpejti moj më harrove jam i yti të sa të des Sa më shpejti moj më harrove jam i yti
saj me zërin e saj të mrekullueshëm që na kënaq si gjithmonë. Mirë, në Shkodrën e themi që kemi dimër të butë, a jeni dakord me këtë? Po të doja të ishte edhe dimër i ngrohtë. Edhe që t'jeti ngrohtë duhet ta shoqëroni me një duar trokitje. T'i heqim pak duar nga xhepat, edhe një duar trokitje për të nxehur të gjithë. Pastaj janë këto zonja tu që po lëvizin, po kërcejnë, por do doja që entuziazmi të shtrihet edhe pak më andej. Keni harruar të kërceni me këngët e bukura shkodrane? Është momenti për ta bërë këtë, sepse ne të tilla janë shumë të rralla. Në ditët e sotme ka ndryshuar komplimente dhe do doja moshat e reja të dija se si i drejtoj një vajze të bukur. Për shembull dikur i kanë thënë si Floriri, e vogël si Floriri. Këtë këngë do e këndoj këngëtari mirënjohur shkodran, Laurian Eili, një duartrokitje shumë të fortë për të. Ka një zë të mrekullueshëm, do na kënaqë edhe sonte, dhe do të vijoj me një këngëtar, një talent që është pjesë e grupit Karajfila që ka Shkodra. Si ta interpretonit ju këtë titull, Shkoj e vi nga dera jote. Arsel të Muça, do të vi me njëherë pas Laurianit. Më fort duartrokitje, të hyj Lauriani me një entuziazëm këtu. Hajde më fort, më fort. Mirë më tante, faleminderit që jeni me ne sot.
nga dera jote tu i shëtit, nale në drita e me pa ty moj drit. Shkohem nga dera jote tu i shëtit, nale në drita e me pa ty moj drit. O shpirë sa të duna luje e fol me mu, zemra jeme për mas te e ka maru. O shpirë sa të duna luje e fol me mu, zemra jeme për mas te e ka maru. Të pash moj bukuri, në dritarën tane vash po t'ja i si pi. Si u shkriva të pash moj bukuri, në dritarën tane vash po t'ja i si pi. T'ja i sem ke u tu, e s'podi u ka me shku, zemra jeme për mas te e ka maru. T'ja i sem ke u tu, e s'podi u ka me shku, zemra jeme për mas te e ka maru. Ti mordja në adritare pse vajton, dhe nga gjumi mu në gjove qfar kërkon. Ti mordja në adritare pse vajton, dhe nga gjumi mu në gjove qfar kërkon. Tja i se m'ke u tu, e s'podi u ka me shku, zemra jeme për mas te e ka maru. Tja i se m'ke u tu, e s'podi u ka me shku, zemra jeme për mas te e ka maru. Falenderoj Marseldin, po knaqeni apo jo? Nuk ju dëgjoj fare sonte, po knaqeni? Pa tjetër, sepse si që është edhe jo kënga, qefi bëhet me Shkodran, kështu që mos në zhgënjeni, këndoni e kërceni së bashku me ne. E di që është pak ftohtë, megjithatë, ne kemi në dorë që ta ndryshojmë komplet situatën, duke kënduar me këngëtarin që do të vi tani. Bëhet fjalë për Klisman Lazanin dhe sjell për ne Osa e këndshme vjollës të je dhe Dushe Bori këtë dashni. Më pas do të mirëpresim një zë fantastik të qytetit të Shkodrës, Adelina Qorej, sjell ky marak dhe m'ka shku menja me u feju. Dushe Bore ky dashni që me ty e pata ca. Dushe Bore ky dashni që me ty e pata ca. Ta shu se me ki marrë mëni, razi e moj me përza. As fancina, a shikut me ishti si gile. Si nuk i as fancina, a shikut me ishti si gile. Kam kujtu se në zemër më man, e ma shpine nuk më qenë.
Shto staj por shash të shkutër Marvedis du me gjenë Shto staj por shash të shkutër Marvedis du me gjenë Kam kujtu se me donë si të du E s'mara prize mrene shkre Falenderës. Mira Magjika, Suarti. Ai.
një duar trokitje shumë të fortë për Adelina Correj. Faleminderit. Qëndro këtu me ne, unë doftoj dhe Laurian Eilin. Si jemi me fejesat? Mirë, që përgjigjen fëmijët, në vend që përgjigjen në rinia. Interesante kjo. Zakonisht fejesat i lëmë gjatë shtatorit, tetorit, gushtit apo jo në gusht. Në dimër e ka lënë kush fejesën martesën. Ja Allah thot atje. Mirë, kam përshtypjen se nuk e keni gishtin për unas. Se po ta kishit gishtin për unas do t'ishit fejuar. Apo jo, si mendoni ju? Dhe kënga që do të vi nga ta dy artistë mrekullueshëm, ma ke gishtin për unas, këndon Adelina Correj dhe Luis Eili. Një duartokitje të fort. Luis, Laurian, kushuri e ke? Na ke çule. Po pse serdhja i sot? Duhet kishte ardhe dhe ai sot. Nuk e kemi para asnjëherë të dyve bashk. Po. Mirë shkoni apo keni ndonjë kështu? Kena marrë edhe çmimin e tretë në festivalin e mrekullueshëm që realizohet Para disa viteve. Dhe shumë shpejt do bëjmë edhe xhan atje. Okej. Se ato fjalë të këqija që ju nuk flisi bashkë, jo nuk janë të vërteta. Jo. Si që ishte ju aty, mos jeshte ju aty. Okej. Nuk është e vërtetë fare. E mirë presim që të vinë në një nga anetët tona të këtyre festave të magjishme që organizohen në këtë shesh të bukur para Bashkisë Shkodër. I mirë presim me këngën e tyre të mrekullueshme. O ma ke gishtin basho për unaze, o ma ke gishtin basho për unaze. Që besa diano për unaze kame, po more diano dana minka pare, jo s'kude diano u ty me tirane. O hiq mu shero prej meje, se mi lujtë me, o prej geje. Bravo! O ma ke synin në basho rushtëzie, o ma ke synin në basho rushtëzie. Që besa diano për mi pilati mije, po more diano dana minka pare, jo s'kude diano u ty me tirane. O hiq mu shero prej meje, se mi lujtë me, o prej geje. O mi ke faqe do basho kuci molla, o mi ke faqe basho kuci molla. Që besa diano kuci molla i kame, po more diano dana minka pare, jo s'kude diano u ty me tirane. Hiq mu shero prej meje, Se mi lujtë me, o prej geje. Adelina Correj, faleminderit shumë. Faleminderit. Zuar gjithë. Shpresoj që jeni duke e kaluar mirë. Fest Folk 2025 po krijon atë atmosferën. Nuk jemi ende as në gjysmën e shfaqjes sepse kemi surpriza pafundësonte. Në skenë do të vi një fitues i festivalit Lule Bor. Ka një zë melodios të mrekullueshëm. Glerdi Turmetaj, vash prej dorës tande. Dhe kënga e dytë, nuk po shoh asnjë këtu me bishtalecat pal-pal. Kemi ndonjë me bishtaleca pal-pal? Është të ftohtë, i kemi lëshuar sot kaçurelat. Faleminderit Glerdi Turmetaj. E mirëpresim në skenë. Mirë Roma.
është për mu freski, ujë që mjeve ti është për mu freski. Aman, aman, amane, amane. Unë të du moj pajanda, të du pajanda. Unë të du moj pajanda, të du pajanda. E kroni kur të pash, zemrën ty të lash, du me t'pa për dit, ka së ndritu i t'prit. Du me t'pa për dit, ka së ndritu i t'prit. Aman, aman, amane, amane. Unë të du moj pajanda, të du pajanda. Unë të du moj pajanda, të du pajanda. Hajde, hajde, hajde shkojmë të antash. Hajde më gjyne moj shëbo. Ata si por si ullini veta si gajdar. Ata si por si ullini veta si gajdar. Oh, aman, amani, ha, ha, veta si gajdar. Aman, amani, ha, ha, veta si gajdar. Aman, 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 aman. Jo, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit ty artist, faleminderit për muzikën e bukur. Tani dua një duartrokitje shumë, po shumë të madhe për orkestrën tonë të mrekullueshme. Gjithçka është live sonte dhe meritoj një duartrokitje pa diskutim të gjithë artistë që pas pak do t'i falenderojmë një nga një për të gjitha provat që kanë realizuar dhe për të gjithë insistimin për të ardhur sonte në mënyrën më të mirë të mundshme në këtë skenë, siç i ka hije qytetit të Shkodrës. Dëshiroj të falenderoj edhe një herë tjetër nga zemra organizatorët, duke nisur nga Këshilli i Qarkut Shkodër dhe kryetari Edmond Dou. Faleminderit nga zemra Bashkisë së Shkodrës për mikpritjen dhe kryetarit Benet Beci. Në Shkodër do të ketë fest gjatë gjithë këtij muaji dhe kështu që ftesat janë të hapura për të gjithë ju që dëshironi të argëtoheni, të kaloni ditë dhe mbrëmje të bukura, sepse askund si në Shkodër nuk mund të ishte më bukur kjo periudhë e festave. Do të vijoj muzikën tonë me dy vajza shumë të talentuara qytetit të Shkodrës. Ato do të na sjellin dy këngë të cilat janë kthyer në himne të këtij qyteti. E para është Pash dy sytë e tuaj si drita, e sjell për ne artistja Lulka Morkulaj. Dhe më pas do të mirpresim Leonora Lucën me Margjelo. Mirë mbrëma. Suar edhe festat, shëndet e marsi. Hajde Shkodër. Pash dy syte tuaj si drita, pash dy syte se çmke. Pash dy syte tuaj si drita, pash dy syte se çmke. Pash freskinë granofiles, më mbiftu se kuja je. Pash freskinë granofiles, më mbiftu se kuja je.
Ustad, faleminderit, shëndet dhe mbarësi në familje tuaja. Faleminderit. Mirë, ne do të kalojmë në dy këngë të tjera. Por para si të prezantoj, gjithashtu dhe këngëtarin që I këndon, që është shumë e njohur, shumë e nderuar, duhet ta keni parasysh që nëse klikoni ose kërkoni për autorët e këngëve shkodrane, vështirë të gjeni autor të tyre. Sepse ata që I kanë krijuar në përgjithësi kanë qenë njerëz të thjeshtë, profesione të thjeshta, kanë rënë në dashuri dhe menjëherë kanë krijuar tekstet e këngëve. Po ti çaj ke thënë dikujt? Sa e bukur këngë ka gjyla. Këto janë dy titujt e dy këngëve që do të këndohen nga mjeshtreja e madhe, Mokades Shanga, me zërin e saj që mbetet I freskët edhe në ditën tona. Një duartrokitje shumë të fortë për Mokadesin. Faleminderit. Po ti çaj ke thani ti ku je I
Hajde një duar trokitje. Faleminderit, je mrekullueshme si gjithmonë. Faleminderit. Ju besoj i vu të re të gjitha këngët që janë kënduar live, edhe ne na intereson kjo gjë, na pëlqen kur del nga shpirti, kur instrumentistët, këngëtarët përpiqen të gjithë japin më të mirën, edhe pse këto ne të pak të ftohta dimri. Jeni mbërthyer pak shumë, por unë do të evidentoja vetëm njërin prej tyre. Me siguri e keni parë një nga këngëtarët e grupit Karajfila që ka Shkodra që mban një kësul sot. Ka prishur pak rregullin e thojza, në fakt ai e ka vendosur në mënyrë simbolike për të gjithë vëllezërit tanë, nëse do të kem këtu, patjetër që do të ketë nga Kosova. Faleminderit që vini në Shkodër, ju duam fort. Faleminderit shumë. Grupi Karajfilat që ka Shkodra do të këndojnë 2 këngë për ju. Çile zemrën plot kujtime dhe kur më rin karshi.
vazhlueshëm si gjithmonë. Së bashku me orkestrën tonë fantastike, na kënaqet vërtet sonte. Dhe nuk ka mbaruar kjo mbrëmje, sepse jemi në pikën kulminante. Jeni gati? Të duk se ishin gati? Spoti publicitare ka bërë efektin dhe besoj e kanë marrë vesh se kush vjen. E dini kush vjen sonte? Na thoni emrat që ta dim se e dini. Irma, tjetër. Kush është tjetër? Eranda, a kanë Edhe mbiemër Eranda dy zonja të tjetër. nderuara, a kanë mbiemër? Libohova. Janë motrat Libohova, të cilat është nder dhe kënaqësi e veçantë i kemi sonte në skenë. Dy zëra që përvejsojnë me dinjitet këngën qytetare shqiptare, finesën e interpretimit dhe respektin ndaj traditës. Përmes këngës së tyre, emocionet nuk tregohen, ato përjetohen. Janë zëra që lidhin brezat dhe ruajnë shpirtin e këngës së pastër shqiptare. Kur në skenën tonë, në Shkodër, ngjiten artistë të mëdhenj që vinë nga Shqipëria, që kanë emër, që kanë reputacion shumë të madh, gjithmonë mbetet ajo enigma. Po mirë, ngjiten në skenë, por me çfarë do e fillojnë? Me ndonjë këngë nga vendi i tyre, nga kanë ardhur, apo do t'i përshtaten sofrës sonë? Është momenti që të dëgjojmë një tjetër këngë qytetare shkodrane, vët fjalë për Si Dukati vogël je, të cilën do ta këndoj së bashku me orkestrën tonë të mrekullueshme, e më pas do të na sjellë edhe rroftë të dashuria. Ju e dini se kush do vinë në skenë, apo jo? Po e dim! Diva muzikës shqiptare Eranda Libova! Mi mbrëma Shkodra, më duket se sot dolëm nga programi të gjithë. Mirë se erdhe zemër. O çfarë kënaqësie që t'jem këtu në Shkodër. Është më duket e treta herë brenda një harku kohor shumë të shkurtër. Dhe me kënaqësi jam përpara publikut shkodran sepse e dua shumë. Dhe do lësh diçka këtë herë që të vish prapë. Patjetër, ne gjithmonë i mirëpresim ftesat. Faleminderit shumë. Okej. Mirë se erdhe në Shkodër skena fill. Faleminderit. Tani, me që Irma doli nga programi, dhe maestro, do dalim dhe ne? Jashtë jemi, thot, ja humori. Faleminderit grupi Karavilla Gjika Shkodra, do më shoqëroni? Bashkë publikun, hopa! Shpirt të rish me ne, si Dukati vogël je, hajde shpirt të rish me ne, na ka dalë një kançere, era kangaj til moj vje, hajde bashk, hajde. Malujshe shtatin, mashtujshe maraki. Kur malujshe shtatin, mashtujshe maraki. I kunata zbati dita, tu ishi kju sahadi. Hajde bashkë ja kështu është kur punon me profesionist. A kalojmë ke Xhamadani? Okej. A jemi apo si jemi në Shkodër?
Gjamadanin, kuq si gjaku, gjamadanin, kuq si gjaku, daj gjenisa prej Marakut, daj gjenisa prej Marakut. E dile në derë të shikoj pak, daj gjenisa për në Marak, sa ta shosin trire në shtrak, hajde vasho të rime pak, hajde vasho të rime pak, e hajde djalo të rime pak. Bej me kokëra, mush me ar, bej me kokëra, mush me ar, për atë djalo zili qar, për atë djalo zili qar. Ta shikoj pak, ta gjenisa për Marak, sa ta shosi trirë në shtak, hajde djalo të rime pak, hajde djalo të rime pak, e hajde djalo të rime pak. Aha! Fie, me gajtan, fie, ojna, për si vëdan, ojna, për si vëdan. O dile në derë të shikoj pak, ta gjenisa për Marak, sa ta shosi tine në shtak, hajde djalo të rime pak, hajde djalo të rime pak, e hajde djalo të rime pak. Faleminderit. Ose si do largohemi në kështu pa kënduar bashk? Linda, do bëjmë një prezantim apo bashk prezantim? Prezantim do ta bëjmë, ja u rregullua dhe mikrofoni. Do ta mirëpresim së bashku. Patjetër. Së bashku me ju ama, një duar trokitje shumë të madhe për Irma Libohovën. Eja Irma? E mirëpresim sërish në skenë dhe dy motrat Libohova do ta ndezin Shkodrën sonte. Së bashku gjithë ju që do të kërceni e këndoni me ta. Jeni gati? E mirëpresim Irmën, mirë se erdhe zemër. Mikrofoni po, patjetër. Taksirat. Taksirat që m'kazane mu, halin të me ta të regu. Taksirat që m'kazane mu, halin të me ta të regu. Bashkë syte balin tje, po t'i them të fjallë të shtje, të du të mos me më haru. Bashkë syte balin tje, po t'i them të fjallë të shtje, të du të mos me më haru. Se që mërdo gjithja, Maran, se që mërdo gjithja. Shumë du me
shkreta, që që vjegi si shqitjeta, të lutem mos me më haru. Amare për sytë shkreta, se që vjegi si shqitjeta, të lutem mos me më haru. Apo jo? Jo. Kush ka vajza? E ne që s'kemi? Për ata nuk ishtë rësi, fëmija vjanë gëzimi shtis, kur janë fundin atë shumis, o ja të mira sa më s'ka, o kush ka bajza po të më ka, o ja për motër janë për bëma, o ja për nëne për baba, o ja për nëne për baba. O ja shepet për baklava. Sa më s'ka, o kush ka bajza botën ka, o ja për motër janë për vëlla, o ja për nëne për baba, o ja për nëne për baba. O ja për baklava. Ne kishim menduar ta mbyllim me këngën tonë, nuk e harroj. Mirë po, nuk na bën sens të këndojmë. Okej, do të vazhdojmë edhe një këngë tjetër, me që tashti muzika vesh? u bë, po, morën vesh, u bë më gjithë përfshirëse. 1, 2, Do 3. dalim pak, do shkojmë pak në Shqipëritë mesme. Po. Po. Shiko, Edhe një unë këngë? them, Po. para se fillojmë te kënga e fundit, vetëm një moment të vogël për të bërë disa falënderime. Patjetër. Do ishte bukur që mbyllja të jetë e gëzueshme me muzikë dhe jo ato mbylljet ceremoniale zyrtare që bëhen zakonisht kur marrin një shfaqje. Do të bëjmë shpejt disa falënderime duke nisur nga Këshilli i Qarkut Shkodër dhe kryetari Edmond Doll. Faleminderit Bashkisë së Shkodrës dhe kryetarit Benet Beci. Një falënderim të veçantë për të gjithë artistët pjesëmarrës për profesionalizmin dhe shpirtin artistik. Falenderojmë gjithashtu drejtuesit artistik Dritan Mlika, orkestrën dhe dirigjentin Ilir Zogaj. Drejtuesit organizativ Andreja Jakova dhe Pandi Laço, si dhe të gjithë stafin që ka bërë të mundur realizimin e kësaj mbrëmje.
Do të kalojmë edhe te falënderimet për orkestrën, ta çuna që nëse ne kemi pushuar pak pas kuintave, ata kanë vazhduar rreth 2 orë dhe vazhdojnë në ju bien instrumenteve. Do e filloja nga zoti Anton Kaftalli në violin, profesori nderuar njerëz edhe drejtuesi i shkollës artistike në Shkodër. Faleminderit. Erion Lishi, klarinet. Faleminderit. Daniel Preçi, kitar. Dritan Mlika, kitar bas. Jetmir Mesi, bateri. Atëherë jemi Fatmir Mesi, bateri, Jetmir Mesi, dajre, kushurinjë, kushurinjë të dy. Mirë shkoni dhe ju, mirë. Andi Unaza, tastier. Dhe një falënderim shumë i madh shkon për zotin Ilir Zoga, drejtues muzike, faleminderit i mrekullueshëm. Maestro, faleminderit. Faleminderit nga zemra. Një falënderim shumë të veçantë për televizionet që janë këtu, Star Plus dhe TV1 Channel, gjithashtu dhe Radio Televizioni Shqiptar, që po e përcjellin këtë aktivitet dhe do të transmetohet në një nga netët e programit të festave të fundvitit. Falenderojmë dhe jetën shkollore, pasi janë dhe portalet të tjera që janë reprezentu dhe po e përcjellin atmosferën e gëzueshme të Fest Folk 2025. Një falënderim shumë të veçantë kam për Sallon Bukurie Ani Leda që është kujdesur për mua sonte, si dhe kostume popullore Joni. Faleminderit. Faleminderit. Vajza, po e mbyllim edhe Kryet e ne. rradha. Me një Ne po e këngë të mbyllim bukur. patjetër, Rrini këndoni patjetër. dhe ju me ne. Patjetër që po. Me shumë kënaqësi. Jeni dakord? Shmoj me hile, sa do moj kursman, hajde Linda. Oj, 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 la ile, oj, 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 la ile. Kujtovan se binte shi, ata ishin lodheri. Oj, 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 la ile, oj, 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 la ile. Kujtovan se binte shi, ata ishin lodheri. Oj, 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 la ile, oj, 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 la ile. Kujtovan se binte shi, ato ishin lodheri. Oj, 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 la ile, oj, 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 la ile. Kujtovan se binte shi, ato ishin lodheri. Atëherë, me që simbolet tona kombëtare i kemi kaq të bukura dhe kemi edhe një këngë kaq të bukur, të kompozuar nga i madhi Zef Çoba. Si mendon, Irma? Unë mendoj që me një autor shkodran t'i vëm vullën këtij koncerti sot dhe pikërisht me këngën Xhamadani. që mban gjithë simbolikën tonë dhe dashurisë Xhamadani via Via via. via. Okej. Bashkë me ju, bashkë me ju. Kuptohet, jo vetëm neve. Bashkë. Edhe gruash Kosova, a Shqipëria. Resi zemër qiteria. Çamaria! Është Çamaria. Xhamadani via via, është Kosova, është Shqipëria. Dhe si zemër qiteria, o sa e madhe është Shqiptaria. Ju duam Shkodra! Me gëzuar festat, vitë mbar, për të gjithë gëzuar. Zemra, vajza, keni shkëlqyer më shumë se yjet sonte. Ua, Një duar trokitje të madhe, forca, 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 forca. Të mrekullueshme modrat Libova. Faleminderit Shkodra. Na vëni prap. Faleminderit orkestrës, faleminderit grupit. Kjo ishte me Faleminderit të vërtet gjithëve. një mbyllje fantastike për të mbyllur Fest Folk 2025 si asnjëherë tjetër me entuziazëm. Ju falenderojmë shumë që keni qëndruar deri në këto momente, keni festuar së bashku me ne. Dhe kështu përfundon edicioni 2 i Fest Folk, por ne kemi një mori urimesh për të gjithë ju të dashur ardashës që keni qëndruar këtu me ne. Gëzuar festat e fundvitit, kemi Krishtinje përpara dhe më pas edhe vitin e ri. Gëzofshi gjithmonë, gëzuar Shkodra dhe miru takofshim në të tjera aktivitete. Natën e mirë, kalofshi bukur.